O kamarier! Erdha! Pa hadi era burë dhe... A tha që nuk është puk kjo, ore minut me këta shqiptarët, ore minut bar se cilë. O Timi! Lullën kur të marrësh punë hadi cikë. Po le, ja se erdha. Okej. Tani, ti me gjithmonë do të bëjsh videoklipë? Po mo, për sotin do me do. Qa, kështu dorion? Këtu te kjo punë? Këtu te instruin, nuk ka lojtë shu. Në kafe do gjithmonë, gjithë po qajnë malet unë këtu. Po mirë, keni që këta lënta. Zëka, Po? veshka, fotogenik jam. Qa tjetër duhet për të biznes? Dukesh e fotogenik. Duhet. Okej, ngjo, unë kam një mikun tim. Ai është mjeshtër për qenë. Mjeshtër? Po, ai po të pa, ai thot, bo, zbo. Do të marrë në telefonë? Tani, do. Celularin ti ta marrësh. Jo, s'ka gjë, nuk ka gjë, e marrë në telefon, po. Ke ofertë? Kam, si s'kam. Do të marrë telefon të më thonë? Nere. O, kushtaj. Kjo shperë, mo. Ha? Kush është kjo, mo? Kush, mo? Kjo që këndon, mo. Mos, të lutëm. E dëgjoj? Dëgjoj në ato më ka sa bukur e ka. Perfekte. Ky është perfekcion. Perfekcion. Bo, Tole ta adhuroj. Ku i gjete këtë? Tole. Po çfarë i kjo? Nuk e dëgjoj? Di? Mos. Aman, shive qik. A e dëgjoj? Perfekt. Ky është perfekt. Ti je një zbulues i madh. Jam. Je i tmerrshëm. Tërmë. Ku e ke gjerë? A ke djalin për këtë tope papagalës? Shikon, mos u kap me thelbin e fjalë. Shikon që çik notat. Shosha notash. Shosha bukur e kap lart. Shik. Vërtet nuk e beson? Ky është fenomen, mo. Atëherë, ky personi që ti pa adhuron, është dikush që po këndon banjo. Banjo? Po. O Timi! Hajde. O, Timi që kërkon të bëj videoklipin. Si e kalem? po ku je mos djalë? Ky është ai talenti? O Tole, a mos e du. Mua më duk fantastik. Jo. Për zotin ishte fantastik. Ishin ato emocionet e fillimit, bëri ca stonime të vogla, por ishte mirë. Ai stonoi jashtëzakonisht shumë. Më beson. Mu nuk më pëlqeu, u zhgënjeva. O Tole, megjithse dëshirën që ai kishte, ai stonoi. të lutem, çike këto tani se kemi edhe kësën e gratis për paguar. Unë dua që ne ta fusim në të rrugë. Ai le të vazhdoj të filloj, bazën ai e ka të mirë. Pastaj për të tjera shikoj për rrugës. Po, më dakord, po unë pëlqa më shumë të ai. Nuk e di se çaj gjeti që ai doli shumë falso në. Po janë emocionet pra po te. Po çaj emocione që po edhe jo sepse unë kam dëgjuar shumë mirë atë që ai kur këndon për shkakun, ai këndon në banjo, në dush, në banjo. Po, ne ja plotësojmë gjitha kushtet e banjos më. ku? Në studio më. Po kjo është një detaj shumë i vogël më. Është detaj shumë i vogël, a më kupton? Shiko, lutem mos na lër në mes. Ne kemi çuar deri këtu, do ta vazhdojmë. Mi më dakord, okay, po Ti e di se sa të nevojshme kam unë atë vlerën e lekut. Më kupton? po mi më Gjo, e di si është muhabeti, o Xhan. Muhabeti është që ti e bën dot të mundur që ai të këndoj Po patjetër mos e. me çfarë? Si me çfarë? Me çfarë?
Me çfarë? Me zerin, a ka zë? Me kompjuter. Po çfarë thotë? Sot janë të gjitha të mundshme. Okej. A kupton? Nëse është Të lutem, unë do të të doja që nga ana joje ti ishe bashkëpunues. Për të tjerat merra mund. Po mi më gjona, tani unë kam ne përfitima. Jo. Po ti dhe që ke përfitim valla. Në sa përfitim, kujt e thoti, sa përfitim? Po 200.000 lekë, të dalin ty? 200.000 lekë? Po. Po mirë. Vetëm të lutem do ta luash mirë pjesën. Ti do thuash ishe perfeksion, ishe shumë mirë, do t'i qëndrosh lojës time. Me timin. Po pra me timin. Okej, domethënë do në një farë mënyrë duhet ta gënjejmë domethënë. Timi! Urdhër, hajde. E të lutem, hajde këtu. Tamam ashtu siç thua, ti më nështruar. Unë do të desha që si fillim ti të plotësoj një formular. Të lutem, më thuaj emër mbi emër të plot. Ndërtim. Jemi të lutem? Pali. Ndërtim bale, çka ka? S'keni gjë herë të ndërtim bale. Po tole, me këtë lloj emri, nuk mund të bëj karrierë. Ti e di shumë mirë, ti je pjesë e kësaj fushë. Të lutem. Ka mundësi që të vendosim një emër arti, të gjejmë një emër tjetër sepse ndërtim pa leje. Jo. Këtë emër kam. Këtë emër kam. Jam pionar. Dhe këtë do të bëj karrierën, çfarë? S'bëhet ndryshe. Po mirë, shiko. Karrierën ne do bëjmë patjetër se ti ke ardhur në talentin e kam. Ke ardhur në duart e durra për të bërë karrierë, por duhet të lutem, ne duhet të bëjmë një sakrificë për hir të karrierës. Për hir të karrierës unë do të sugjeroja të zgjidhni një emër arti. Jo. Nuk është e mundur kjo. Po të lutem ai mos na i lër gjatë për një detaj kaq të vogël. Detaje Kaq të vogël. kaq e rëndësishme që lutem. Çfarë problemi është? Çfarë problemi? Problemi. Po problemi është, mos fal. Një sekond, po ka probleme pra ndërtim pa leje. Ku do shkosh në këtë me emër? Po ç'a pengesë nxjerr kjo më valla? Ndërtim pa leje. Kush nxjerr pengesë? Po mund dalësh ti te bashkia me këtë emër, ndërtim pa leje? Te bashkia. Po është bashkia më. E bashkia këtu? Këtë çështje do të temri? Po kshu janë bërë gjëra këtu në librin dashur. Nuk e ndërtim pa leje. Po Lutem. këtë emër ka dhënë papa, do ndryshojë tani. Shpata kasapi si ka bërë emrin? Me këtë, në atë emër ka bërë. Nuk ka lidhje me ndërtimin, pra kjo është e gjithë. Është pjesa e ndërtimit, ndërtim pa leje. A e kupton? Ndërhyrje edhe këtu bashkia. Po pra. A e kupton ku jetojmë? Duroj të. Ka i truri, nuk mundë. Do i, që të Një bëjmë? sekundë, se i kemi si gjëra kaq bukur. Nuk kam, Një sekundë, do i, merë. Shteto shtet të kam dje, s'më kuptove asë një herë, më rritet taksat, më le pante, më fike dritat, më le në terë, i more ëndrat, mi hodhe në erë, dhe më le pa karjerë, shteto shtet të kam dje. Shteto shtet të kam djerë, s'më kuptove asë një herë, më pritet... Vazhdo. Edhe i herë tani, edhe i herë nga fillimi. Po me urrëtie, shtet o të kam djerë. Jo, gati është. Gati është, ta bëj. Jepi. Shteto shtet të kam djerë, s'më kuptove asë një herë, më rritet taksat, më le panterë, më fike dritat, më le në terë, mi more ëndrat, mi hodhe në erë, më le panterë. Jo.